në vijim të emisionit ton vëzhgime historike dhe arkeologjike, ja ku jemi të tre bashkarisht, historiani Ilirian Gjika, operatori Nuri Korita dhe unë si gazetar Makupone, përsëri në ndërtimin e emisionit të radhës. Këtë radhë let në e thot vetë profesor Gjika, cili do tjetë, këptojt, itinerari ynë. Itinerari ynë do tjetë Fier Seman, në kërkim të gjurmëve të vjetra të trafikeve tregtare dhe ekonomike, dhe duam të ndriçojmë pikërisht gjurmën e rrugës Skela e Semanit, e cila u ngrit në vitin 1880 nga Vrionasit dhe që ishte një nga arterjet kryesore ekonomike të Fierit, pasi nga kjo skel eksportoheshin prodhimet bujqësore dhe blegtorale drejt tregjeve italiane, drejt tregjeve greke, drejt tregjeve të perandorisë turke. Dhe pikërisht këtë gjurmë Skela e Semanit Fier duam ta ndriçojmë sot nëpërmjet kamerës së emisionit ton. Dhe zgjodhëm pikërisht këtë vend që ne njohim si rruga e Semanit, ku kryqëzohet një tjetër arterje e transportit, po kjo tashmë një arterje e re për Shqipërinë, gati 50 vjeçare, që është hekurudha shqiptare ose segmenti i hekurudhës Fier, Ballësh, Vlorë. Dhe është e çuditshme që pikërisht këtu në këtë rrugë, që të gjithë siç e thash ne e quajmë rruga e Semanit, për arsye sepse këtë përdorim pati dhe nga fshati Seman, por dhe nga plazhi Seman i frekuentuar ai shumë nga pushuesit fierak. Por kjo dikur është quajtur pikërisht rruga e anglo-persianes, sepse aty diçka më tej përballë me ndërtesën e dikushme të komitetit ekzekutiv të rrethit Fierit ose të policisë tatimore që është sot, kanë qenë zyrat e kompanisë angleze të naftës anglo-persiane, e cila erdhi në Shqipëri në fillim të viteve 1920 me shpresën se do të gjente burimet naftmbajtëse ose vajgurore siç quheshin në atë kohë. Dhe pikërisht kjo rrugë që dikur quhej rruga e Semanit, rruga ose shtegu i anglo-persianes, kështu na e përmend të paktën Jakov Xoxa, sot përsëri ka marrë, është ridimensionuar dhe ka marrë termin rruga e Semanit. Dhe pikërisht kjo rrugë, që pak a shumë kalon në gjurmën e rrugës antike Apoloni Adnovas, që ka qenë stacioni i parë i kësaj rruge, Fieri antik, një vend pushim i vogël i kësaj rruge, mendojmë që ta ndriçojmë sot në itinerarin e lëvizjeve tona. Koha është e mirë, kamera fokuson qartë, natyra jemi në fillim të pranverës, është në lulëzim, themi se do t'u sjellim teleshikuesve të emisionit ton dhe të televizionit Apollon, do t'i pamje të bukura, por edhe të dhëna interesante, sepse është një zonë të paktën që ne nuk e kemi eksploruar në emisionet tona. Atëre të paktën i lirë, kur kemi ndërtuar emisionin për rrugën e Ignatia, që kemi qenë deri në Roskovec, e më përtej, me që ndodhemi këtu, atëre është përfytyrimi ose mund tjetë eksakte e sakt që pikërisht kjo këtu ka qenë rruga që do të vinte nga Apollonia e do të shkonte në vijim, apo mund të ketë në një hipotezë tjetër? Paka shumë këtu duhet të ketë kaluar rruga e famshme, e cila nëpërmjet Apollonisë kalon dhe kodrat e Radostinës, kodrat ndoshta dikut jo të Vadizës, po kodrat e Radostinës, dhe dilte diku këtu ose pak më në jug të qytetit sotëm të Fierit, dhe kalonte Gjanicën pikërisht në vendin ku është ura e sotme, sepse brigjet e Gjanicës janë të larta dhe Gjanica nuk ishte mundësi që të kalojë në tjetër vend. Nuk të lejon që të hedhësh një hipotezë. Vetë konfiguracioni i relievit tregon që segmenti ku shtrihet qyteti i Fierit, ku kalon Gjanica në qytetin e Fierit, pikërisht aty mund të kalojë Gjanica. Nuk besoj që të kalojë me va, në va ajo kalohet gjatë verës, por gjatë dimrit natyrisht ajo do të kishte patjetër edhe një urë. Ne kemi thënë dhe herë të tjera në historinë e Fierit që në vitin 1777, kur Ahmet Kurt Pasha, kreu i Pashallëkut të Beratit, që kishte në zotrim dhe nahijen e Myzeqes dhe Fierin,
vendosi të ndërtonte një urë, mjeshtrat, murator, ju ankuan se në vendin ku ai kërkonte ta ndërtonte urën, pra në vendin e urës së sotme, tek banka e vjetër, pra tek kisha e Shënqergjit, ose siç i themi shpesh edhe ura e spitalit, sepse po ta kalosh ato do të shkosh tek shërbimi ambulator dhe mjekësor, i bën pak rezistencë kurthpashës, për arsye sepse kosto do të ishte e madhe, po dhe mundimi i tyre në kushtet të teknikës saj kohe do të ishte i vështirë. Dhe ju ankuan me fjalën, pasha përse ta ndërtojmë urën këtu, dhe të mos e ndërtojmë diçka më poshtë, aty ku është ura me shkallë, sepse dhe relievi ishte më i ulët dhe më i favorizuar për ndërtimin e urës. Dhe gjanica mund të evitoj shtrati i saj që të hidhej gjurma e këmbës. Ai vendosi vetën dhe tha, këtu do të ndërtojmë urën, sepse këtu ka qenë dhe ura e dikurshme. Pra bëj fjalë për urën romake dhe mendohet që duke ju referuar pikërisht kalimit të urës, të gjurmës së rrugës Egnatia tek e famshmja ura e sotme që është dhe ura më e vjetër ose vendi i urës më të vjetër në Fier, pasi dhe ajo urë ka një histori tjetër që është hedhur në erë nga gjermanët dhe jo në 15 tetor, siç bëhet gabim për çlirimin e Fierit, sepse dikur festimi i Fierit është çliruar në 18 tetor. Dhe këtu ka një ngjarje që ne duhet ta ndriçojmë në emisionet e ardhshme, ku në emision të fusim dhe aktorë të tjerë pjesëmarrës në ato ngjarje, njerëz që din diçka rreth këtij problemi që është ndruar diku në fillim të viteve 60, sepse edhe shkolla e parë e mesme e përgjithshme në qytetin e Fierit është qytet 18 tetori, jo 15 tetori. Vallë njerëz nuk e dinin, megjithatë ky mbetet një emision televiziv të ardhshëm, të mos zgjatemi për këtë, por duke ju referuar pikërisht pyetjes tuaj, mendoj që gjurma e rrugës Egnatia ka kaluar këtu dhe përtej duke vazhduar në kurisë të kodrave futej në Apoloni. Ne pak a shumë do të ndjekim atë rrugë, atë linjë, sepse ajo kryente të njëjtin funksion. Nëse Apolonia kishte një port që me të cilin komunikonte gjithë prapa toka e saj, atëherë në pak a shumë ky port u zhvendos në fshatin Seman, disa kilometra më tej, dhe me këtë port në fund shekullit 19 dhe në vitin 1944, kur komunizmi vendosi që ai të mos funksiononte më, prapa toka e këtij rajoni komunikonte me skelën detare të Semanit. Atëherë edhe diçka fare shkurt, nëse neve po ndriçojmë, siç thua ti, për vit të ndërtimit të urës, në shekullin e 18 1777, ndoshta në atë kohë ka qenë e përfunduar katedrale që është këtu pranë, katedrale Shënqergjit? Katedralja është e disa viteve më vonë. Siç duket pikërisht ura u bë vendodhje për katedralen. Domethënë atëre ura ndihmoi katedralin dhe jo katedralja. Dhe katedralja ura. Sepse katedralja ishte në funksion të një komuniteti të madh. Dikush në shtypin e huaj një autor, një gazetar, një publicist shqiptar hodhi idenë që Fieri nuk ka ekzistuar sepse do të përmendej në 1835 në kryengritjen e Alush Frakullës, por kjo nuk është e vërtetë, sepse vetë ndërtimi i katedrales në fund të viteve 1700 tregon që nuk mund të ndërtohej një katedrale në një vend ku nuk mund të kishte një komunitet të madh që t'i shërbente asaj. Pra ndërtimi i katedrales dhe i urës janë të lidhura me njëra tjetrën dhe tregojnë që këtu ka jetuar një komunitet rural që do të bëhet piknisja e qytetit të ardhshëm. Pra ekziston një vend banimi rural, një fshat i madh, si paktën siç dim nga të dhënat e tekisë së Lenicës, Fieri i madh në brigjet perëndimore të Janicës dhe Shkoza në brigjet lindore të saj. Dhe nga bashkimi
pamje nga lartë, të cilin do të kisha dëshirë të na e përshkruaje, ashtu si që shikon ti, duke patur vështrimin edhe prapa në kohë në antikitet. Jo, unë po në qesh fillimisht se tani po qesh sepse do t'ju shtoja pyetja, nuk ju thash pak më parë që dhe natyra sot është e bukur dhe qeshtë, vërtet. Jo, vërtet është që nga e bukur. Po në qoftë se Nuriu do ta fokusoj kamerën në drejtim të perëndimit, do të shofi kodrën e parë që është kodra e Apolonisë 105 metër, kodra e Akropolit, të cilën e kemi trajtuar dhe nga tjetër pozicion, dhe kodra e Ullinjve, ku ndodhet bar restorant Reju ose shtëpia e Frëngut, që ne njishi. Ati ndodhet qyteti i Apolonisë. Nga Apolonia rruga merrte shtëpinë e kodrave, ja ku duket dhe shkolla e Radostinës. Po. Vazhdonte përgjatë kodrave. Kodrat që kemi ne përballë dhe diku mund të futej aty ku ndodhet Fier Çiftçia dhe priste. Dikush mendon që ajo priste diku aty në kodrat e Mbyetit, por mua nuk ma merr mendja. Unë them që ajo dilte në rreth të kodrës së Shkozës, pikërisht afër vendit ku ne ishim. Pra, rruga e Gnatia dilte nga Apolonia, dilte edhe njërë kodrat, kurizën e kodrave të Radostinës, Vadizës, dilte në Fier Çiftçi, te kodra e Shkozës, dhe aty kalonte urën e lumit Gjanica. Më pasaj kalonte përsëri në veri të kodrës së Shkozës, dilte aty ku është parku i sotëm, i Mallrave, ose ku ka qenë parku i sotëm, ke rotondoja, ku ndahet rruga e Beratit, dhe ndaj në dy deg, njëra merrte drejtimin e veriut për në Durrës, tjetra merrte drejtimin në Lindje, ku kalonte, ashtu si që kemi ndriçuar në emisionin ton, në Griz, në Zharrës, për të shkuar drejt Roskovecit, urës së Kuqit, për të vazhduar rrjedhën e lumit Devol dhe derisa dilte në Topqias, në urën e Topqiasit në Peqin, Klodianën antike, dhe që bashkoj me degën tjetër që vinte nga Durrësi. Atëre, po e shtroj në formë pyetje Ilir. Ndërkaq kemi edhe rrugët që vinin nga qytetet ilire, apo si Apolonia në rastin e Aurikumit, ose të Zëme dhe të Amandjas, rruga që duhet të vinte që andej, apo është diskutuar kjo midis nesh? Rruga që dilte nga Apolonia drejt, është rruga që shkonte drejt Levanit, Stefanit, antik, dhe vazhdonte ndoshta në trasen e sotme, aty ku kalon për të dalë në Mimifol dhe për të ndjekur kurizën e kodrave për të shkuar drejt Vlorës dhe më tej drejt Orikut. Pra mendoj se ajo rrugë ndjek gjurmët e sotme pak a shumë. Ndërsa rruga tjetër pastaj është rruga që do ndjeki gjurmën e Levan Tepelen, por jo në fush, rrës kodrave, nga Levani kalonte në Frakull, rrësës së kodrave dilte në fushën e Cakranit, dhe vazhdonte më tej pastaj drejt Hekalit ose Bylisit sotëm. Dhe nga Bylisi drejt Antigones dhe luginës së Vjosës dhe Drinosit. Atëre, duhet menduar që lidhja midis dy qyteteve të rëndësishme, Apolonisë dhe Orikut, bëhesh midis tyre, apo ndërkaq Oriku do të lidhesh me këtë rrugë nëpërmjet Apolonisë, për të patur lidhje tregtare? Kjo është rruga me prapatokën lindore dhe veriore. Në jug rruga kalonte në drejtim të, siç do të kalojë gjurma e autostradës, në Pojan, Levan e më tej drejt Vlorës. Atëre, lidhja për më në veri, ta zë me dyra. Bëj me këtë rrugë që ne po kalojmë, po prekim këtë gjurmë. Do t'jetë për gjurmët e kësaj. Po. Në rregull. Atëre ne do të vijojmë nga ultësira, këtu jemi në një lartësi mbi një terracë dhe do të vijojmë pak vizje dhe po futemi në trojet e Dërmenasit, jemi në ish fermët Çlirimi dhe çfarë mund të themi për këtë vendbanim, për këtë do të thosha qytez, po të hedhim syt diku prapa në kohë. Dërmenasi është një qendër komune sot,
dikur ka qenë një fshat, po patjetër fshat i ri, sepse shumica e fshatrave të Myzeqes kanë qenë fshatra që kanë pasur pak familje, pak shtëpi për shkak të kushteve të vështira të jetesës që ka pas Myzeqeja bregdetare në të kaluarën, ku sëmundje të tilla si tuberkulozi, malaria dhe kryesisht malaria bënin kërtin tek popullsia, hepatitet. Por si vend si gjurmë rrugë ne ndoqëm pasi dolëm nga Fieri, u futëm në afrimin e ri, që njihet sot me disa emra si SMT, Bonifikim, Tekserat, Komuna Qendër, që janë emra që janë fituar në gjuhën popullore vitet e fundit, por që emri i vërtet është emri Qenas. Një emër që nuk ja shpjegojmë dot origjinën, përse është quajtur në gjuhën popullore. Megjithatë, afrimi i ri sot është një lagje jashtme e Fierit. Afrimi, dhe se afrimi i ri është tjetër lagje, afrimi është një lagje e Fierit, një rajon ku jeton një popullsi e dendur, një popullsi shumë aktive dhe një vendbanim që ka tendencën për të zgjeruar me migracionin e brendshëm. Ndërsa vendbanimi i dytë ishte ferma, që dikur është quajtur ferma çlirimi ose çlirimi, thjesht ku ndodhet e shkolla e mesme bujqësore Rakip Kryeziu, e para shkolla e mesme në rrethin e Fierit. Vendbanimi tjetër është Dërmënasi, i cili është një vendbanim fushor dhe është dhe qendër e komunës së Dërmënasit, e cila ka në administrim në territorin e saj edhe parkun arkeologjik të Apolonis. Mëtej rruga vazhdon 200 metra më në perëndim, rruga degëzohet në dy drejtime. Drejtimi në të majt merr drejtimin e Pojanit, të Avaleasit, të Kryegjatës dhe të Sopit, për ata Apolonis, me pak fjalë, ndërsa drejtimi rruga drejt të çon drejt, vazhdon drejt skelës së dikurshme të Semanit, ose disa vendbanimeve të cilat do t'i shohim më vonë. Ne afërsisht do të thoshim që jemi në një zonë turistike, apo jo? Pavarësisht nga distanca. Kemi parkun arkeologjik dhe kemi dhe zonën bregdetare që ka resurse të tjera. Tani e kaluam kthesën e Apolonis dhe futemi në fshatin Hoxhar e vjetër, shtëpitë e para të këtij fshati, dhe në fund në dalje të fshatit Hoxhar rruga ndahet në dy degëzime të tjera, të cilat t'i shohim pak më poshtë kur të shkojmë aty pranë. Ili përsëri përballë na del Apolonia. Domethënë më kujton atë mendimin që nga të gjitha anët vështrohej edhe kur ka lindur mendimi i këtij qyteti antik. Prandaj dhe ai e quajti qytet i madh edhe hierënd. Siç e tham dhe pak më parë, këtu jemi në dalje të Hoxharës së vjetër. Domethënë nëse kamera do të fokusoj në drejtim të lindjes, kjo është rruga e drejt deri këtu, rruga që këtu ku jemi ne dhe deri atje ku nisëm emisionin tek e Kuruda është shumë e drejtë. Sigur ka shtruar dikush një fije peri. Ja ku duket edhe shtëpitë e fundit të Hoxharës. Atje te është Radostina. Varrezat e Pojanit. Dhe dy kodrat, kodra e Akropolit dhe kodra e Ullinjve. Shquen shumë mirë këtu. Ndërsa rruga këtu ku fillon, mbaron asfalti dhe është e shtruar me rër bituminoze, është rruga që 200 metra më tej kthehet në të majt dhe vazhdon drejt Hoxharës së re, Shënpjetrës së famshme, dhe më tej drejt fshatit të Povelç, ku ndodhet dhe plazhi i Povelçës, ose siç u quajt i Dardhës së Zezë, për shkak të popullsisë që u ngulit diku nga mezi i viteve 1980 nga shteti monist, asaj popullsie që u zhvendos nga zona e Gramshit
në rrjedha e mesme e lumit Devoll, ku do ndërtoj hidrocentrali i famshëm i Banjës. Sepse emri vendas është Povelç, po emri i dytë që e fitoi kjo zonë nga kjo zhvendosje demografike u quajt Dardh Zez. Ne e quajmë shkurt Dardh Zez, e kemi hequr atë dhën, po emri është Dardh e Zez dhe nga aq që kam lexuar unë, ky fshat Dardha e Zez e ka origjinën nga Suli i famshëm nga të larguar nga krajina autonome shqiptare e Sulit në Çamëri pas masakrave të Alipashtë e Pelenës. Janë të famshme që pasqyrohen dhe nga piktura e Delacroix gratë Suliote. Por ne nuk kemi ofruar pamjen e dikur kur kemi bërë emisionin për 13 urat, Fieri Qyteti i Urave, kemi folur për vijen e ngjalës. Dhe e çuditshme është se këtu ne këtë kolektorin e Myzeqes, që fillon nga Marinza dhe përfundon në jug të plazhit të Semanit, ose siç e kemi thënë dikur kanali, në këtë segment dhe mund ta shohim. Edhe emri është kolektori Roskovecit. Kolektori Roskovecit, sepse fillon aty në Marinës ku fillon dhe këneta e Roskovecit. Por në fije ne njohim vija e ngjalës për shkak të përjetimeve të gjuetisë së dikurshme që zhvillonin qytetarët fierak, ndërsa këtu e njihet me emrin Kanali i Madh. Shohim që është bërë një punë e mirë për sistemimin e tij në këto muajt e fundit. Po, me të gjitha është bërë një që do të nënvizuar të kënaqet syri, është bërë një pastrim, do thosha rrënjësor, mbasi këtu ishin si shtresat e akullnajave, shtresat e bitumit. Por shohim që prap ajo mbetet një zonë e nxehtë, pasi një pjesë e mbeturinave të hidrokarbureve të fushës na mbajt se patos Marinës vazhdojnë të derdhen këtu. Me gjithë punën e madhe që është bërë në drejtim të sensibilizimit ose të lobingut për të presionit që kompania Alpetrol të mos të reduktoj këto derdhje. Megjithatë shoh që aty ka dhe gjallësa, ka dhe peshq. Si duket dhe peshku duhet të fituar imunitet. Është shenjë jetës vërtet. Tashmë që jemi në këtë zonë e lirë, do thosha ti vetë. Pak më tej ndodhet ura e Hamilit, në mos gaboj, në jug, duket në thellësi. Kanali është hapur në fillim të viteve 60 në mos gaboj. Nuk e di datën me saktësi. Po, aty është. Dhe ka shërbyer për të mbledhur gjithë ka shërbyer si kanal i madh kullues për ujërat e tepërta të fushës së Myzeqes. Ura është ndërtuar pikërisht në fillim të viteve 60, sepse këtu kalon dhe rruga për të dalë në fshatin Seman dhe këtu është kufiri ndarës i komunës Dërmënas me komunën Topoj, që shpesh e quajmë dhe komuna Seman sepse qendrën e saj e ka në Seman. Dhe këtu kemi një sër vendbanimesh, një rrjet të dëndur vendbanimesh, siç është Topoja, është Sheq Marinasi, është Sheqi, është Fusha, është Semani, Semani i Ri, Gjokallia, Kavakllia dhe Gryka, që është dhe fshati i fundit për të shkuar në Bregdet. Unë pak më parë desha të pyesja, pa e dua nga ty një rikthim në kohë në vendet e zhvillimit të ngjarjeve të dy romaneve të mëdha të Jakov Xhozës, Lumi i vdekur dhe më pas Juga e Bardhë me Sopishtin. Domethënë, afërsisht ne mund të bënim një xhiro me kamerën për të kujtuar. Juga e Bardhë ai i referohet Pirganit. Pirganit nuk është tjetër veç se emri i simbolizuar i fshatit Sop. Po, edhe thotë edhe Sopisht pastaj përmend. Ndërsa për sa i përket Lumit të vdekur, Lumi i vdekur zhvillohet në këtë zonë, ngjarjet, në zonën e Topoj, Seman, Gryk. Po, si shtrat Lumi, ne mund të ndalemi në hyrje të fshatit Topoj, domethënë atje përtej dhe mund të shikojmë ndoshta ruhen edhe sot, se para një pak në 20 vjetësh ruheshin gjurmët e Lumit të vdekur. Po. Këtu kjo zonë është bërë e famshme pikërisht nga romani i Jakov Xhozës, Lumi i vdekur, dhe personazhet më tipik si
shpiragajt që u shvendosën nga griza në Gryk, Pipkedhi, Koz Dynjaja, ai ka marrë pikërisht nga kjo. Nga kjo është, kuptohet, nga kjo zonë. Edhe njëkohësisht edhe te jugu e bardhë. Kiu Koroziu. I famshëm Kiu Koroziu te jugu e bardhë me shpresë me banor pikërisht të kësaj zone, të kësaj treve të Myzeqes, që është një nga nën zonat më jugore të Myzeqes, sepse përtej lumit të Vjos, pastaj vjen një tjetër nën zonë etnografike e Myzeqes, që është Myzeqe e Vlorës dhe që ka ndryshime në të folmen, në kostumografi, ka ndikime më shumë nga Labëria. Gjithsesi ne krenojmë që një nga prozatorët më të mëdhenj të gjitha kohrave në Shqipëri kemi Jakov Xozën, edhe krenojmë kur shikojmë që pikërisht këto janë trojet që ata e kanë frymëzuar në kuptimin e toponimisë, po pastaj ka qenë vetë njerëzit të cilët ata e frymëzuan dhe të cilët ai donte dhe i njihte aq mirë dhe i donte aq shumë dhe të cilët gjithashtu e donin aq shumë. Dhe midis tyre ai zgjodhi dhe personazhet qendrore të veprave. Ndërsa për Lulin e Kripës nuk bëjmë dot fjalë tu, po kur të kemi rastin për të shkuar në Vlorë, do të ndalemi atje përsëri për t'i bërë homan. Në fakt, qëllimi ynë i vetëm fillimisht ishte që të përqendroheshim rreth këtij gjoli të gjemis për të cilin flitet
edhe në librat që ju si autor bashkë me të tjerët i keni kushtuar qytetit Fierit, historisë së Fierit, por është edhe vërtet një korrektje shumë e madhe. Sepse si që shikojmë ne këtu jemi gati në një det të hapur, ku nuk shikojmë në një gji qoftë edhe të vogël, përsëri lind pyetja, si ishte mundur që në ato kohra, për cilat ju do të flisni si historian, pas ka qenë mundur të hapet një gjol, një pikë e rëndësishme transporti. Gjithë ky gji i madh është gjiri i Semanit. Pak më tej në veri është kepi i Semanit. Ne nuk e shohim dot, por në qoftë se do të kishim mundësi që ta filmonim nga ajri, do të shfaqeshin vërtet pamje shumë të bukura, ose në qoftë se do të kishim mundësi në këto momente të punonim me hartë. Në hartë vizatoj shumë mirë kepi. Gjoli Gjemis është gjoli ku futeshin anijet e vogla. Do këtë qenë një gji ose një lagun e vogël në këtë formë e brendshme. Ai ekziston dhe sot me emrin gjoli Gjemis, por jo në format pasi deti e ka mbushur. Kemi gjolin e Pashajt, kemi Laçaj që në latinisht do thot kënet, kemi gjithë ligatinat bregdetare, gjithë kënetat bregdetare që mbushen në dimër dhe zbrazen gjatë verës. Kemi godullën e Semanit, kemi grykderdhin e braktisur të Semanit e cila është vendosur më në veri. Pra kemi një konfiguracion shumë të çuditshëm të kësaj zone, por skela e Semanit ka qenë tjetër gjë. Skela ka qenë një bankinë druri e cila futej në det dhe anije të vogla vinin dhe shkarkonin malli që shërbenin për trafikun tregtar me Italinë, Greqinë dhe siç e përmenda dhe Turqinë. I famshëm ka qenë Kali, një myzeqes që përdorej, kryesisht është përdorur për tërheqje, shpendët, bagtit, vajullirit që vine nga Mallakastra, biles dhe zhukat, përveç se prodhimeve tjera bujqësore dhe blektorale që janë eksportuar drejt këtyre tregjeve. Tregu u krijua nga Vrionasit, dhe aty kishte edhe një zyrë të rregull doganore dhe një zyrë policore. Por tregu u krijua diku në 1880-ën, ndërsa më parë ne kemi pasur një pikë tjetër tregtare, siç ka qenë Pirgu është lokalizuar në Dërmënasin e sotëm. Unë kam shkelur atë vend me këmbë deri përpara 30 vite më parë, në Eritan Ceka jep gjurmët e një kulle peskëndshe që kishte mbetur nga qyteza e dikurshme, e cila përdorej nga raguzianët dhe venecianët për të bërë tregti me zonën e myzeqes, ku meli, dritrat e tjera, gruri e të tjerë prodhimet bujqësore, lëkura, peshqit eksportoheshin drejt perëndimit, ku Raguza kishte edhe përfaqësuesin, sindikun e vet, por gjurmët e saj nuk gjenden sot, dhe ajo është e futur rreth 6-7 kilometra brenda tokës. Kjo do të thotë që aty ka kaluar dikur lumi Seman, i cili është vendosur më në veri. Dhe pikërisht nëpërmjet skelës lumore të Semanit ka ekzistuar ajo po themi ajo pikë e rëndësishme e trafikut tregtar dhe detar. Ndërsa skela e Semanit kishte një specifik vetëm për qytetin e Fierit. U braktis nga shteti komunist në 1945, sepse nuk u interesonte që Bregdeti, nëpërmjet Bregdetit kishte kontakte me perëndimin. Izolimi i Shqipërisë është një tjetër etapë e errët e historisë së këtij vendi, e historisë së vendit tonë. Por sot po flitet për projekte të reja. Nuk e dim se sa të vërteta do t'jenë, po pjesë e historisë së kësaj zone është dhe plazhi i Semanit, i cili nuk ekziston më për shkak të prishjes së raportit të detit me forcën e lumit Vjos dhe Seman, të cilat nuk e shtyjnë dot më detin siç i kanë krijuar këtë pjesë të myzeqes bregdetare. Është deti, këtu kemi transgresion detar, është deti që përparon drejtim tokës. Ju jeni dëshmitar më i vjetër, por unë do t'ju kujtoj bunkerin. Mund të marrim dhe me kamera. Bunkerin. Operatori Nuriu po ne merr me kamera. Këto kanë qenë disa qindra metra largë buzës së ujit.
Nuk mendohet. Përpara 2 vjetësh, këtu jam vetë dëshmitar okular, deti ka qenë 5 metra, bregu ka qenë 5 metra përpara këtyre bunkerëve. Ndërsa ai bunker atje, një bunker i madh, ka mbetur simboli i treguesi i transgresionit detar, i përparimit të detit në drejtim të tokës. Dhe sot plazhi Semani dëshmin që nuk ekziston më. Sikur të bëri një planimetri lirë që ti nuk ishe lindur akoma. Kur vinim ne këtu në fillim të viteve 60, ishte një lagje mund ta qunim, ose 2 bloqe banesësh tasaj kohe të zakonshme, por që ishi morije e kabinave, përveç se çfarë ngriheshin çadra nga qytetarët këtu në Bregdet. Do më thënë, nëse ne me mend të shikojmë atë pjesën e detit, aty është zhutur si një qytet që është zhykur, një Atlantidë e vogël është poshtë këtyre ujrave të detit. Atëre nga i plazh i dikurshëm këtu nuk ka as edhe një gjurmë të vetme, nuk ruhet as një ndërtesë e vetme që të kujtoj që këtu para 30-40 vjetësh, pas edhe më thellë ka ekzistuar. Plazhi i tillë. Po, tash po të rikthehemi në atë për cilën ishim duke folur, për marrëdhënie tregtare, në atë shkallë që njihen tashmë nga historia dhe ti je një ndër autorët që i ke studiuar dhe i ke nënvizuar këto të marrëdhënieve tregtare, si thosh, në fillim ndoshta të shekullit të 18, edhe pastaj që u avancoi në vitin 1880, domethënë u futën 1880 rifilloi, po. Pasi vrionasit e morën në kontroll tregtin. Kemi dëshmitë e ditur Hamit për këtë gjë, por dhe dëshmitë të tjera të dokumentave të doganës, të zyrës doganore. Nga 1880 dhe më parë ajo nuk ka ekzistuar. Pirgu ka funksionuar deri me pushtimin turk. Turqit më pas nuk ishin interesuar të komunikonin me perëndimin, pasi ata ishin në luftë me mbretërinë e Napolit, me papatin, me Venedikun dhe izoluan, u përpoqën që ta izolonin Shqipërinë. Këtë fat patën edhe skelat e tjera doganore, si Vregu në Shkumbin. Spinarica, të cilën nuk po e dokumentojmë dot se në ç'vend ishte në Vjos, në Zvërnec, në Poron e sotme, dhe ndoshta ka shumë mundësi që të jetë Porua e sotme, apo skelat e tjera të lumore në Shqipërinë e mesme, Shufadaja në Mat, Pirgu, Shirgji në Bregun e Bunës, Kalaja e Bashtovës, që ishte një pjesë e rëndësishme e sistemit mbrojtës, ose Kalaja e Kepit të Rodonit, të cilat ishin të pambrojtur edhe nga artilleria detare e flotiljeve që kundërshtare, qoftë napolitane, qoftë papatit, qoftë venedikase, të cilat qoftë austriake, të cilat rivalizonin osmanët në Adriatik. Dhe unë hedh katërcipërisht poshtë tezën se Fieri ka ardhur nga emri Fiera Panajir. Do të rikthehemi pas pak, por unë doja të nënvizojë diçka tjetër e natyra e këmbimit të mallrave atëherë. Që na vijnë mallra të hoja, pra po na vijnë nga ana e pjesës lindore të Italisë, edhe po i presin ne këtu, domethënë nga ana si thuaç edhe ne këtu në perëndim, ball për ball po presim mallrat, edhe nën kuptojmë qoftë një pikë dogane, qoftë tregtar të interesuar. E para lidhet një me natyrën e mallrave dhe e dyta që është edhe rëndësishme për të hedhur në një mendim për monedhën këmbyse, mënyra se si këmbeshin mallrat. A ekzistonte ta zënë të paktën këmbimi në natyrë? Jo. Marrëdhëniet ishin marrëdhënie të zhvilluara tregtare. Përdorej lira turke, përdoreshin liretat italiane, drahmit greke, koronat austriake. Shumë interesant. Përdorej biles, përdorej edhe dollari. Deri te dollari. Edhe dollari është përdorur si mjet këmbimi. Gjithsej janë përdorur 10 moneda këmbimi në skelën e Semanit dhe në marrëdhëniet tregtare në Fier. Nuk ishte zyrat, nuk bëheshin nëpërmjet bankës, por bëheshin nëpërmjet personave privat. Siç kemi sot, kambistët e famshëm,
ose siç kemi pasur dikur në antikitet, në Apolloninë antike, në punës që këmbenin parat dhe quheshin bankier ose trapezar nga greqishtja. Trapezar. Atëherë, po ti hedhim mendimin tash që në Fier pas ka qenë organizor ose pas kishin qenë organizor panairit dhe e dim që në Itali ishte edhe shedhur ky mendim, Fiera i thon panairit. Kaq me promasa do të ishte që të bëhesh një rrugë kaq e madhe transporti sa mallrat që priteshin diku në Bregdet do të futeshin në thellësi me një transport që primitiv, me një transport kërcënues, me një transport që edhe kushtet e motit dhe kushtet teknike të rrugëve nuk i ofronin mundësi të mira shërbimi. Ju e keni kapur shumë mirë këtë tezë dhe kjo është pika më e dobët e hipotezës që është hedhur dhe qarkullon. Nuk e merrte riskun një tregtar venedikas, qoftë për të blerë edhe kuaj të tillë të rrezikonte jetën, aq më tepër që turqit e kishin të ndaluar gjatë luftrave të mëdha të shekullit të 16, të 17 dhe deri në mesin e shekullit të 18, vitet 1750, kur Austria dhe Rusia, dy rivalet e forta të Perandorisë Osmane, detyrojnë atë të nënshkrujnë marrëveshjet pa barabarta, kapitulacionet, dhe kur rusët marrin në mbrojtje në ortodoksët e Perandorisë dhe austriakët marrin po në mbrojtje katolikët e Perandorisë. Deri në 1750-ën marrëdhëniet me perëndimin nuk kanë ekzistuar. Nga 1750 dhe deri në 1810 ne nuk kemi gjurmë, nuk kemi dokumenta, nuk kemi dëshmi që të dëshmoj që këtu venecianët kanë kryer aktivitet, ndërkohë që qysh pas vitit 1814 Venecia nuk ekziston më pas të famshmit Kongres të Vienës. Venecia, Giulia dhe Lombardia merren nën kontroll nga Austria. Pra 1815, 1880 nuk kemi aktivitet të perëndimit në këtë trev. Dhe në qoftë se do të kisha aktivitet, këtë aktivitet ofronte porti i Vlorës, që kishte mundësi më të mira, që kishte hapësira të tjera, por dhe që ishte qendra kryesore tregtare Sanxhaku të Beratit. Si një tis i largët mjergulle, vjen kjo legjend që këtu ka pas panaire tregtare. Dhe këtu dhe sot nuk mund të zhvillojmë panaire tregtare. Dhe në qoftë se do të rikrijonim një skel të tillë. Pse? Sepse këtë gjë do ta konkuronte skela, nuk po themi skela, po pikërisht Vlora me pikat e saj portuale. Ndërsa Vrionasit e bën monopol të tyre dhe e kontrolluan vetë atë tregti. Dhe kjo pati rrjedhoje shumë pozitive për shumë qytetarë fierak, të cilën nëpërmjet prodhimit që eksportuan në Itali, të cilat i çonin atje një pjesë e madhe dhe i këmbenin me mall në natyrë dhe vinin dhe i shisnin këtu duke siguruar një fitim. Temën të cilën e sapo e diskutuam aty më përtej, i nderuar Ilir, do të thosha që edhe në rast se do të ishte nevojë për çeljen e një panairi, që po e quajmë në këtë rast fiera dhe po dalim te fjala fier, atëherë shumë mirë mund të bëhej diku këtu afër, ku njerëzit do të sillnin kafshët pranë Bregdetit, ku do të sillnin lëkurët, ku do të sillnin ullirin dhe nuk do vinte blerësi i mallit që mbasi të kishte bërë rrugën përmes një deti shumë të vështirë, të gjende një transport edhe për unë nuk e di me se do ta çonte mallin e me se do ta merrte ai, përveç se qerrës dhe karros që mund të kishin atë kohë. Atëherë
përsëri më ngelemi habitur nga këmbgulja për thënë që dikur këtu në Fier ndërtoi hapeshin panajire dhe tepër që Fieri është shumë larg Bregdetit, është 18 kilometra dhe kjo largësi ka qenë e Bregdetit. Për mua është e pamundur. Unë mendoj se emri Fier vjen nga bima e Fierit, ndoshta edhe nga ajo tezë e tretë që mund të lindi që dikush thotë e argumenton nga bima e ferrës, por sidomethënë ka origjinë bimore, floreale. Dhe unë këtë tezë e konsideroj të mbyllur tashmë. Unë doja t'ju tregoja edhe një dukuri të çuditshme gjeografike që ndodh në Bregdetin e Semanit, që janë dunat, veprimtaria që krijon në rëra, që krijon era në Bregdet. Dhe që në gjuhën e popullit, ju duhet ta dini më mirë se unë, se jeni më i vjetër, quhen bësat. Në gjuhën popullore quhen bësat. Janë të çuditshme si dukuri dhe kanë qenë kodrina të vogla dheu nga 1.5 metër deri në 5 metër. Edhe kjo e vërteton më së miri, Ilir, sepse ne aty ku është kamera, pikërisht e kjo besa këtu, ne të dy pam një shishe që është brenda besës. Sepse në qoftë se s'do të ishte kështu atëre do të shtrojë pyetje edhe nga një fëmijë. Po këtë shishe, kush e nguli këtu? Kush e vuri këtu këtë shishe? Është krijuar pikërisht nga dukuria me grumbullimit të rërës prej erës, dhe pastaj bimët dhe rrënjët e tyre kanë bërë që të krijohet një masë rëre kompakte që krijon këtë dukuri. Megjithatë, këtu pranë gjejmë edhe dy bimë karakteristike që është zhuka, që është karakteristike e gjithë Bregdetit, por dhe marina. E çuditshme është edhe italianët kështu e quajnë, marina. Bimë që rritet në det. Mare, det. Mare, po, mare. Ina është pra bashtesa, bimë që rritet pranë Bregdetit. Dhe që është një nga karakteristikat kryesore të bimët, më karakteristikat të mirëseqes bregdetare, që është futur edhe në etnografi. Piles për dikë që është i pavlefshëm në shoqëri thuhet përdoret krahasimi. Nuk bëhet marina lundër. Nuk bëhet marina lundër ose është si hu marine, sepse huri ose druri marinës nuk përdorej për djegje, ishte shumë i fortë për të përdorur për qëllime të ndryshme, por jo për të djegur. Megjithatë unë do të thosha që mbas zhdukjes së plazhit të dikurshëm, natyra këtu ka marrë një formë që do ta qunim të egër, që po rifiton çka humbur. Argëtimi përsëri vazhdon, nëse Nuriu do të fokusonte ato dy vajzat e vogla që po luanin atje. Janë dy fëmijë. Është treguesi më i mirë që njerëzit vinë edhe për shëtitje, edhe për sport, por edhe për ajrin e pastër të Bregdetit. Gjithsesi ka projekte dhe ne nuk do të bëjmë fjalë për to dhe shpresojmë që një ditë ky plazhi i Semanit të marrë jo vlerat e dikurshme, po të avancohet në kushtet e një Europe të bashkuar. Tashi unë do të kreshim diçka prapa, shumë prapa në kohë, Ilir. Ne kemi bërë fjalë, sepse me që ishim këtu për transportin detar edhe lidhje tregtare midis Shqipërisë edhe Italisë, kemi nënvizuar faktin historik, sepse përmes Vjosës kryhej dhe ky transporti, apo jo. Tere shtron pyetje, ku u ndrua drejtimi i Vjosës? A ka qenë mundur që diku paralel, si thush në një vijë testi një vertikale nga Polonia për në Bregdet? A mund këtë qenë një port, një mol i vogël? Porti ka qenë në Poloni. Anijet futeshin nëpërmjet Vjosës. Përveç Vjosës, kur atje u ndrua. Kur zhvendos më poshtë flasin dokumentet për Spinaricën, për një port mesjetar, gjatë mesjetës, por nuk e lokalizojmë dot. Disa thonë e lokalizojnë në Poro, por nuk janë gjetur gjurmë. Pikërisht për këtë pyeta. Disa të tjerë thonë e lokalizojnë në Zvërnec. Ka shumë mundësi, ideja ime që të ketë qenë diku në Poro, dhe ti të shvendosur më vonë gjatë në Zvërnec duke ruajtur përsëri emrin
Spinarica. Unë di një lloj keqardhje i lirë, që gjithsa foleti janë me shumë vlerë kuptimin e njohjes së historisë. Mirë po, në vendet e tjera praktikohet vizatimi, piktura, maketet, që të kemi një përfytyrim vërtet si mund të kenë qenë pa patur atë saktësinë historike. Edhe këto të ishin edhe pranë muzeut as dramatiku, ose pranë edhe komunës më të afër që kemi këtu. Si mund të ketë qenë ky moli i Gjemisë? Si mund të ketë qenë këtu skela e vogël? Ndatu ishin disa përfytyrime që ndihmojnë edhe. Keqja është që në historinë e Shqipërisë ne punojmë pa dokumenta, pa skema, pa makete. Kemi punuar në mënyrë empirike dhe më shumë falë nuhatjes dhe instiktit që historiani, hulumtuesi, studiuesi krijon gjatë punës së tij. Është vetë puna që i zhvillon këto gjëra. Por nëse ne këtu kemi gjurmë, të cilat po i fokusojmë me kamerë, këto qyteza mendoj do kenë qenë provizore, ose këto pika tregtare kanë funksionuar gjatë si skela e Semanit, si Pirgu, si mëtej Spinarica që nuk gjenden gjurmët, do kenë qenë prej druri me ngrehina të themi të përkohshme, kanë qenë baraka që kanë funksionuar vetëm gjatë stinës së ngrohtë të vitit, sepse gjatë motit me lagështi, gjatë detit të trazuar, gjatë gjysmës së ftohtë të vitit, gjatë dimrit, nuk ishte mundur komunikimi me perëndimin. Ne dhe sot me mjetet moderne nuk lejohet kur deti është më shumë se 5 ballë lundrimi. Po atëherë me ato mjete kur lundrimi ishte në një bëj në kohra optimale dhe në mod të mirë. Atëherë, megjithatë, ne i falemi fjalës, e cilën na çon tek përfytyrimi dhe në rasti konkret të nderuar teleshikues, përsëri ne dëgjojmë fjalën e historianit Gjika, i cili ju zgjoi me siguri përfytyrime, sepse jemi në natyrën përkatëse, jemi pranë detit, këtu kemi besat, kemi një hapësirë, ndoshta pak të shkret, por gjithsesi me anë të fantazisë, e cila buron nga fjala shpjeguese e saktë, ne mund të arrijmë diku në një lloj përfytyrimi se si mund të kenë qenë, sepse mund të zgjojmë përfytyrimin, mund të kemi vepruar edhe në të kundërt, që dikushi ta ketë marrë piknisjen nga këto argumentime dhe hipoteza tona për të arritur tek teza më e drejtë. Pra, sidomos kemi shërbyer teleshikuesit deri diku me shpjegimet edhe me këto referenca që vazhdojmë çdo javë t'i prezantojmë përballë opinionit publik në televizionin Apollon. E pra të nderuar teleshikues, sepse ne këtu jemi në një hapësirë të hapur, nuk kemi as në Apolloni, nuk kemi as përtejnë Mallakasën në Bylis, nuk kemi as në Norikun, diku, këteja, nga jugu, nuk kemi as në Amantja. Megjithatë, fjala, shpjegimet bindse dhe plot fantazi të historianit na bën të mundur që ne të rikthehemi prapa në kohë për të dhënë një pasqyrim diçka të saktë të transporteve që nga lashtësia në hyrje të emisionit e deri këtu në Bregdetin e Semanit, dhe mendojmë se gjërat të tilla janë me vlerë, sidomos edhe për brezin e ri, për adoleshentët, për fëmijët e shkollave, që kur të kenë orë të historisë të dinë që kanë qenë në këtë jetë, në këtë botë, edhe këto gjëra, që zënë gjithsesi vend në historinë e vendit, në historinë e Shqipërisë, po dhe në historinë e qytetit Firit. Këtu e përfundojmë për këtë radhë. Përshëndetje të nderuar teleshikues nga historiani Ilirian Gjika, nga operatori Nuri Korita dhe nga unë, Maku Pone. Mirupafshim në emisionet tjera.